Përshëndetje të gjithëve, sot do të flasim për adresat që përdoren në rrjetet kompjuterike për të identifikuar pajisjet dhe për të mundësuar komunikimin në mes tyre. Dy llojet kryesore të adresave janë MAC adresat dhe IP adresat. Çdo pajisje që lidhet në rrjet, si kompjuteri apo telefoni, ka nevojë për këto adresa që të dërgojë dhe të pranojë të dhënat. MAC adresa është adresë fizike e pajisjes. Ajo vendoset nga prodhuesi i kartelës së rrjetit dhe është unike për çdo pajisje. Pra, MAC adresa përdoret kryesisht për komunikim brenda rrjetit lokal. IP-ja e versionit 4 është adresë logjike që përdoret për identifikimin e pajisjeve në rrjet. Kjo IP adresë ka 4 oktete, çdo oktet ka 8 bit. Struktura e një IP-s së versionit 4 duket si soi: 192, 168, 1.25. Do me thonë, shkruhet në format dhjetor të ndarë me pika. Është mirë të kuptohet edhe sabitmaska, e cila përcakton sa bit janë për network dhe sa bita janë për host. Këto lloje të IP-jave të versionit 4 mund të përdoren në rrjetet lokale apo local area network. IP-ja e versionit 6 është versioni më i ri i IP adresave dhe është krijuar sepse IP-ja e versionit 4 po mbaron. IP-ja e versionit 6 ka 8 hekstete, çdo hekstet ka 16 bita. Struktura e një IP-je të tillë duket si soi. Fillon me 200, do më thonë gjithsej i ka 8 hekstete, ku çdo hekstet ka 16 bit. Gjatësia e kësaj adrese arrin në 128 bita. Llojet e IP adresave dy kryesore i kemi IP-jat private dhe IP-jat publike. Çka janë këto IP-jat private? Zakonisht përdoren brenda rrjetit lokal, si shtëpi apo shkolla. Këto adresa nuk përdoren drejt për drejt në internet. Ndërsa IP-ja publike është adresa që përdoret në internet dhe identifikon rrjetin tonë para botës. Kjo adresë jepet nga kompanitë e internetit, më saktësisht i jepet nga internet service providerat. Domethënë shkurtimisht, MAC adresa identifikon fizikisht pajisjen, ndërsa IP adresa tregon vendndodhjen e saj në rrjet ose internet.